lufta që duhet të bëjë njeriu për të ndryshuar nuk është e lehtë, nuk është e kollajt. Veset që kemi pas në periudhën para Islamit na shoqërojnë dhe në jetën pas Islamit. Këtë shikojmë shumë bukur dhe qartazi tek shembulli i Ebu Dherr el-Ghifariut radhiyallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Ebu Dherr el-Ghifariu ka qenë prisi i një fisi. Dhe në traditën arabe prisi i fisit kishte autoritet absolut. Dhe një ditë debaton për një çështje me Bilal el-Habeshiun. Bilal el-Habeshiu ishte me ngjyrë zezë, ishte sklav dhe pa të liruar Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Mirë po nxeh debati. Dhe Ebu Dherr el-Ghifariu i tha: "O bëre ti biri Zezakës, ma tregosh mua të vërtetën, ma tregosh mua të drejtën?" Bilali radhiyallahu anhu u mërzit shumë. Dhe shkoi tek profeti alayhi salatu wassalam. Ja tregoi gjithë historinë. Dhe profeti e thirrë Ebu Dherr el-Ghifariu. Dhe i tha: "Ayyartahu bi ummihi innaka imrun fika al-jahiliyya." A e thyve atë për shkak të nënës së tij, për shkak të prejardhjes së tij, a e thyve atë për shkak të ngjyrës që kishte nëna e vet? Ti je person që ke akoma shenja të ignorancës. Ndryshimi nuk ndodh më njëherë tek njeriu. Ebu Dherr el-Ghifariu ishte besimtar shumë i mirë, me të vërtet njëri i devotshëm, po shikon që kanë momente që ato veset e vjetra e nxjerrin kokën dhe dalin pa. Dhe në këtë moment duhet të reagosh. Dhe e gjejmë në librat e historisë që Ebu Dherr el-Ghifariu shkoi tek shtëpia e Bilalit, e vendosi kokën në pragun e derës tij dhe tha: "Kjo kokë nuk do të çohet nga toka derisa të shkel Bilali mbi të." Dhe kur doli Bilali radhiyallahu anhu, e pa se ishte penduar, e pa se kishte reflektuar, dhe tha: "Çoj kokën e Ebu Dherr, sepse kjo kokë nuk është për të shkelur, është për të puthur." Mirë po, raste dhe momente ndoshta nervozimi e tjerë dalin pa ato huqe dhe veset e vjetra.